Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht ju falenderoj dhe ju uroj mirëseardhje në këtë event të veçantë. Ju faleminderit për pranimin tuaj. Veçanërisht ju që keni ardhur nga komuna tjera të Kosovës. Siç e dini, klubi Ciklizmit Opoja organizon këtë aktivitet për nder të ditës së çlirimit të komunës së Dragashit, duke kujtuar ata që u flijuan për lirinë e komunës sonë dhe të gjithë Kosovës. Ju lusim për një minutë heshtje. Lavdi, jemi të nderuar që jeni mes nesh për të festuar këtë ditë të veçantë, duke shënuar atë me argëtim, sport dhe komunitet. Në mesin tonë është kryetari i komunës Zotri Behxhet Xheladini, nën kryetari i komunës sonë Resul Fetao. Në mesin tonë kemi edhe drejtoreshën për kulturë, rini dhe sport, zonjushën Liridona Misini Piraj. Si dhe kryesuesja e kuvendit Arieta Skeraj, drejtori i financave Çamil Kolloni, kryetari i organizatës veteranët luftës të UÇK-s Emrin Eshati, të cilët i falenderojmë për mbështetjen e tyre në organizimin e këtij marshi. Ky organizim është pjesë e misionit të klubit të Ciklizmit Opoja, i cili synon promovimin e biçikletës dhe turizmit malor. Këtë ngjarje e bën trevën tonë edhe më të njohur dhe tërheqëse ndaj do të vazhdojmë të organizojmë evente të tilla me pjesëmarrësit nga të gjithë Kosova. Të nderuar të pranishëm, për një fjalë rasti e ftojmë para jush kryetarin e komunës Zotrit Behxhet Xheladini. Nderuara kryesuese e kuvendit Arieta Skeraj, nderuara kryetari i komunës Resul Fetau, nderuara drejtoreshë e kulturës Liridona Misina Piraj, nderuar drejtor i financave dhe buxhet dhe zhvillim Zotri Çamil Kolloni, nderuar kryetari i OVL UÇK-s Zotri Emrin Eshati, të nderuar ciklist të Dragashit, të nderuar mysafir ciklist nga komuna tjera, nderuar kryetari i klubit ciklistik të komunës sonë, klubit Opoja Zotri Elsan Shqeriu. Kam nderin dhe respektin që në emrin tim dhe në emrin të qytetarëve të komunës së Dragashit, t'ju uroj, ju falenderoj për organizimin e këtij eventi. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të marrë pjesë në një aktivitet sportiv, por për të vazhduar aktivitetet e shumta për nder të ditës së çlirimit të komunës së Dragashit. Ky marsh ciklistik është më shumë se një udhëtim me biçikletë. Është një mënyrë për të promovuar stilin e shëndetshëm të jetesës, për të afirmuar njerëzit me natyrën dhe për të nxitur turizmin në zonën tonë të dashur. Rruga nga Dragashi deri te liçeni i Brezës nuk është thjesht një itinerar udhëtimi, është një provojë që na kujton pasuritë e komunës tonë dhe bukurinë që kemi përreth. Një falënderim i veçantë i shkon klubit ciklistik Opoja, me pasionin dhe punën e tyre, ata kanë bërë të mundur këtë organizim dhe janë shembull i përkushtimit qytetar. Komuna Dragashit do të vazhdojë të mbështesë nisma të tilla, të fuqizoj komunitetin dhe kthejmë Dragashin në një vend të njohur për turizëm dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe entuziazmin tuaj. Le të jetë ky marsh një simbol i unitetit, energjisë dhe dashurisë për sportin dhe natyrën tonë të mrekullueshme. Ju uroj suksese dhe një provojë të parushme. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Organizimet e tilla kërkojnë bashkëpunim dhe për një bashkëpunim korrekt e falenderojmë drejtoreshën e kulturës dhe njëkohësisht e ftojmë për një fjalë përshëndetje. Përshëndetje për gjithë, i nderuar kryetar, i nderuar kryesuese, i nderuar Zotri Emrin Eshati, i nderuar drejtori i financave Zotri Çamil Kolloni, i nderuar nën kryetari i komunës Zotri Resul Fetau. Kryetari veçse ta gjitha, unë falenderoj klubin e ciklizmit Opoja, i cili ka kontribuar në realizimin e këtij aktiviteti të veçantë. Gjithashtu falenderoj edhe kryetarin e komunës për angazhimin e tij dhe mos hezitimin që këto aktivitetet realizohen, dhe gjithashtu falenderoj edhe Federatën e Ciklizmit, të cilit i tham po këtij organizimi. Urime dita e çlirimit të komunës Dragashit, festofshim gjithmonë së bashku. Faleminderit. Faleminderit të nderuar.
pak një biografi të shkurtër të klubit Ciklizmi Topoja. Klubi Ciklizmi Topoja është themeluar në vitin 2015 dhe është regjistruar zyrtarisht në vitin 2024. Deri më sot kemi organizuar shumë aktivitete, duke shtuar anëtarë të rinj dhe duke fuqizuar komunitetin e ciklizmit në Dragash. Si shenjë mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme, ftojmë kryetarin e komunës dhe drejtoreshën e kulturës të pranojnë mirënjohjet dhe fanellat zyrtare të klubit tonë. Tash kametet për fund, duhet me thoni urime tashme dhe ju jeni pjesë e klubit tonë dhe së bashku do të vazhdojmë të promovojmë komunën tonë. Për një fjalë rasti, kam dëshirë të ftoj edhe kryetarin e klubit ose drejtorin e klubit të ciklizmit Elsan Shqeriu. Faleminderit. Përshëndetje të pranishëm. I nderuar kryetari i komunës zotëri Beqe Gjeladini. I nderuar kryesuese e kuvendit zoni Arrit Askera. I nderuar nën kryetari i komunës zotëri Resul Fetau. I nderuar drejtoreshja e kulturës, rinjë dhe sportit zoni Alirdona Mesini Pili. I nderuar kryetari Ovalesu Çega zotëri Emrin Shati. Të nderuar drejtor të komunës zyrtar dhe drejtor të shkollave, të nderuar anëtar të klubit Maraveci Kokrat, të nderuar qytetarë të komunës sonë dhe ju të pranishëm. Faleminderit për prezencën tuaj dhe mbështetjen e pafund të klubit tonë. Klubi Ciklizmi Topoja është formuar nga viti 2015 dhe është regjistruar zyrtarisht në vitin 2024. Deri më sot kemi organizuar aktivitete të ndryshme në komunën e Dragashit, përfshirë marshën e çlirimit si dhe aktivitetet në bjeshkët të komunës sonë. Kemi bashkëpunime të shumta me klubet e tjera, po ashtu edhe me drejtorinë e kulturës, rinjisë dhe sportit, me ashtu edhe nga drejtoria e arsimit. Gjatë këtij muajit kemi përfunduar me sukses edhe projektin Bicikla mjeti i aventurës, shëndetit dhe turizmit. Projekt që përfshiu ligjërata në 4 shkollat e komunës sonë. Misioni ynë është promovimi i një jete të shëndetshëm, e kjo arrihet më së miri përmes gatishmërisë të natyrës me bicikletën. Sot po organizojmë një manifestim me marsh, lojra dhe muzika me fëmijë dhe të rritur përndërë të ditës së çlirimit pa mbështetjes së komunës. Organizimet e tilla do të vazhdojnë deri në përmbushjen e misionit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë kryetari i klubit. Me shenjë respekti dhe bashkëpunim i ftojmë të pranojmë mirënjohjet. Për shkak që nuk janë prezant, ne do t'i mbartim edhe mirënjohjet për drejtorat e shkollave që i kemi ftuar, por sot për arsye të tyre personale nuk kanë mund të ardhur. U kanë drejtori i arsimit zoti Zeni Krasniqi, drejtori i shkollës Feta Sulemoni zotri Florim Çengaj, drejtori i shkollës 28 nëntori zotri Durim Mirtezoni, drejtori i shkollës Ulina zoti Bahar Guraj dhe drejtori i shkollës Sezai Surroj zoti Ajas Mirtezoni. Në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e vazhdueshëm i ftojmë edhe kemi pas edhe klubin e ciklizmit Kokrat nga Raveci, për shkak që nuk e dim arsyeën, ndoshta shpresojmë mos tjetë ndonjë fatkeqësi, s'kan mund të udhtojnë, vetëm tha që nuk mund të vini, po do ta mbartim edhe na selamit. Me këtë pikë mbyllim ceremoninë e hapjes së marshit të çlirimit. Ju falenderojmë të gjithë për durimin dhe pjesëmarrjen tuaj. Tani ju ftojmë të argëtohemi së bashku me marshin e fëmijëve, gara balancës për fëmijë dhe marshin e çlirimit i cili do të fillojë tash. Kjo është që ndeshta, unë prej sa jete, nuk kam
falni, harrova me cek, dua ta ceki edhe marshën e çlirimit që është për fëmijë, për garën e balancit, prej flamurit deri te flamurit do ta bëjmë një garë pak më ndryshe prej. Jeni mësuar me pa gara që është kush vëzitën më shpejt ose kush më rrini pari, po në këtë rasti kemi ndryshuar pak marketing me bëh kush e vëzitën biciklën makadales. Domethënë ta mbaj balancin që më tërzohet me bicikletë. Faleminderit. Ja, mos Komandant Agim Ramadani, u ba ushtria. Jemi gati. Shumë brava Bakri. Tash, i salve vëllë i dashur, salve vëllë gjosë dashur, se i kam gjosë në qipë. Du me kalzu se çka është puna e kësaj gare. Puna është kush e vëzitën bicikletën makadore, dhe të flamuri pa i prekonon tokë. 3 vendet e para kanë shpërblim. Vendi i parë ka 50 euro, vendi i dytë ka 30 euro dhe vendi i tretë ka 20 euro. Shpresojmë i fitojmë më i miri, po ju kisha luftoni. Vazhdojmë. I pari të tjerë Muhammed Mediu. Hajde Muhammed. A me di qa kemi bota, shfillojmë, ka dole më shpetrej kom tokë, du ca ma ka dole me vëzit. Me rismin e imi. Po, hajde rismin e imi. Njëra dy. Hajde Elin, nërgojë të shërë. Pas Elinit të të bëhë qimshiti rëshiti. Hajde Elin. Hajde.
Imreti, për momentin është kampioni, 15 sekonda, 15:38. Ade Jasin të shërë, mas Jasinit po të gati Djar Garipi. Më intereson gara, prova Jasini, 26 sekonda, 28 Prova Jasini, vazhdoj me Djarin, pas Djarin do blokin. Ishte keqe dhe Djari, 19.90, bravo Djar. Vazhdoj me Burokin, pas Burokin është Muhamet Sinoni. Dhe përfundoj edhe Burokin, 15.13. Vazhdoj me Muhamet Sinoni. Për pak, bravo Muhammed, 24.26. Ende është rezultati kampionit Sake, 26.28 që e ka Jasin Maniqi. Vazhdoj me Denisin. Bravo Denis Sinoni, për momentin rekord i ri, 34.53. Bravo Denis. E kemi dalë firmat. Bravo dhe Toni, 23 sekonda, nuk ishte keq, vazhdoj me Islam Salaj. Islam Salaj. Hajde Islam. Hajde, vazhdo. Vazhdo Nasiri. Suksesi i them, 16.74. Vazhdoj me Asir Siminon, pas Asirit është në dhe shretë. Bravo Asir, 17.35. Hajde onda, pason të zbog t'ju dhe Ameti. Unë bukur, 16.53 Hamza. Vazhdoj me Yllit, pas Yllit është Omer Latifi. Edhe Yllit bon 16.78. Vazhdoj me Yllit. Pas
Diskvalifikohet Omiri, për fat keq s'mundi me mrit definit. Vazhdojmë me Amin Sinani, pas Aminit është Omer Zeneli. Bravo Amini, 29.01. Vazhdo në mirë Zeneli. Omer Zeneli, 17.95. Ende është antibar për Denis Sinonin. Kemi Shani Sinonin ta. Hadi Shani. Bravo Shania, 29.84. Ende është kampion Denisi. E lutim tash Miremon Ferisha. Pas Miremonit Jusuf Elmozi. Ferisha, 29.84. Elmozi. Orderis. Ja. Pas Jusufit është Almir Vehapi. Bravo Jusufi, 25.16. Vazhdojmë tash me Almir Vehapin. Pas Almirit është Ali Ulaj. Bravo Almir Vehapi, 23.68. Është Ali Ulaj, pas Alis është Reis Ulaj. Denis, passa te, no? Bravo Alia, nuk u dorëzua, 22.31. Tash e kemi Reis Ulaj, pas Reisit është Johan Tomzeti. U diskvalifikuar për fat Reis Ulaj. Hajde Johan Tomzeti. Pas Johanit është Leart Gjusaj. E i gati. Diskvalifikuar edhe Johan Tomzeti. Vazhdojmë me Leart Gjusaj. Ja.
Vlartit është qeverim në Musetit. Bravo Vlarti për pas, 33.95. Pak sekonda, qita sekonda këtë e poshtë. Vlarti për moment. E kemi të qeverim në Musetit. Hajde sukses. Denis! Vazhdojmë. Shumë sa nuk e di. 29 pikë e bash. Ti tra, ti shani. Bravo Qerimi! Për momentin rekordi i ri, 1 minutë e 4 sekonda, me 3:30. Bravo Qerimi, vazhdoj me ajtë precision. Diskualifikohet në të zini, për fatë që shoj kohë. E lusit është Amir Kuraj. Pas Amirit është Vlarti i zini. Edhe njerë pas Amirit Vlarti i zini. Bravo Amirit, 32.35. Hajde vazhdojmë Vlarti, pas Vlarti është rekordi i zini. Bravo Vlarti, hajde vazhdo Miloš. Bravo Vlarti, për momenti 45.4 sekonda. Vend një ty pas rezultatit të rëmën numerit që keni 1 minutë e 4 sekonda. Vazhdojmë me të fundit. Pas e të fundit është 1 minutë. Diskualifikohet në një fatë. Garët, hajde Joni, pasionit është dëna. Hajde Joni. Bravo Joni, nuk dorëzohet, 30.4 e gjatë.
Vazhdojmë me Dënardi, pas Dënardi është Sadik Saliu. Vazhdojmë me Sadik Saliu. Pas Sadik I po të vati Lori Kajdari. Edhe Sadik e mbaroi me 17.51 sekonda. Vazhdojmë me Loriki, pas Lorikit është Ajana Zemri. Bravo! Bravo Lorike, pas të të pikë të knatë, për më matë të knatë. Vazhdoj ma jone, pas e jone të shtajtë një qajtë. Diskualifikohet Ajoni, keto e thmirë por gaboj. Alton Hyseni, pas fitonit është Anwar Daudi. Bravo Antonio, diskualifikohet. Vazhdojmë Anwar Daudi, pas Anwarit është Musti Berisha I fundit kalues. Hajde Anwar. Diskualifikohet Anwari. Vazhdojmë me Musti Berisha. Kam jo me zyrtari nga po do me provu edhe ky për sa be bon. Vazhdojmë, nuk ka pjesë e çmimit ky. Po kaleti.
53 sekonda. Që përmahëm zonë kujtova. Apo të gjënë pak tash. Një 10 minutë që pauz, ta grumbullojmë çmimet për vendin e parë, edhe pak të freskohemi me ujë, sepse ndoshta edhe shek pak jemi po të zek. Ta pi pak ujë dhe mastaj vazhdojmë në marrësi.